vetëm situatën me Mateo. Po ti që e furi martum me Selinin. Ti po degenerosh për primer. Furi martum që degenerosh për primer, ti jep me asaj që është beqar. Po, të drejt ka kjo. Të drejt ka, valla, të drejt ka. I jep mend asaj që është beqare, për shembull, për çfarë, për një lidhje që po krijohen me ose që një njohje, jo lidhje, mos ta egzagjerojmë tash, mos të ndrrojmë kot. Një njohje që po bën çupa me këtë lyfin këtuja, Mateon. Dhe tash ky i thot, s'ke loj tjetër vetëm këta ke. Mos harrojmë që Brikena ka hyrë në lojë që në fillim, që natën e parë ka hyrë kokë me Mirin, biles mendoj se do të ishin dy kundërshtar të fortë, por që Miri u shpërnda tek loja e krevatit edhe u la me njan kjo përplasje që patën në fillim në hyrje. Por edhe loja që kanë për shembull, se s'mund ta quaj ose marrëdhënia që kam me Brikenën, është çike bukur me thënë drejtë. Tani Miri të erdhi jati Selinës. I erdhi çupa, i tha mos e ndaj fitore me tjertë. I babaj Selinës i tha manjak, pervers, ku di unë se që i tha lloj gjërash atje. Vllai Selinës erdhi, i tha asaj Selinës los vetëm. Kjo, Greta Kunata erdhi edhe i dha direktiva për të ndarë, për të shkëputur nga Miri. Se, jo sepse janë kush e ditë të fort ata, jo më jo se janë të fort, se nëse do më pyesësh kush më i fort, Selina apo Miri, Selina, 100%. Miri ku nuk ka argument, ofendon. Selina vazhdon, ka argument, ka artikulim, shumë herë më shumë se sa Miri. Por duke ditur që erdhën të gjithë këta, nuk është se po i thonë për shembull për lojën, që po bëjnë një lojë kush e di, strategji të papar, të pa bërë, të pa shikuar e dëgjuar ndonjëherë në historinë e Big Brotherit. I thoni që ndavni se latë kohë që e namit jashtë. Kokrën e namit jashtë. Kokrën e namit jashtë. Mbrëm në një bisedë për shembull, që kam dëgjuar Mirin me Selinën, dalet të tregojnë çik se është një bisedë që ma ka shpifur komplet. Do të tregoj një pjesë. Kush e ka parë live, kam parë tash, do i them se është 10 minuta bisedë. Kam kapur një pjesë që ma ka shpifur. Dëgjoni. Mas gjumë të shkosh të dush. Po të dushet ku janë dushet, jo të dushet. Të dushet. Plus ka qenë një ndër këto bisedat ka qenë një tjetër që mua më zëgjumi këtu, afër te i thoshte Selina, jo afër te ky vendi. Zëgjumi afër meje sepse ndihesh e sigurt tek unë, është ndjesia, është gjendja e mirë emocionale që ti ndihesh kur je afër me mua. Ky Miri o po përgatit një terren manipulues, që kur të dalë ajo video, kjo mos të ndryshoj mendim për lojën e Mirit, ose është i smur, nuk e di. Nëse për të qenë i smur nuk është se jam kompetent as doktor, as psikiatër, as nuk kam punuar në psikiatria, apo të kuptoj nga psikiatria, që të është i smur apo jo. Por dua të mendoj vetëm këtë pjesë që të gjitha këto gjëra që po i jep lavdata vetes vet për ndjesitë që ka Selina, që është ndjet mirë apo pse apo që ndjet e sigurt sepse ka Mirin afër që i thot Miri këto gjëra. Më duket se po përgatit terren që nëse i del ajo video, ajo mos ndryshoj mendim për Mirin, se po i iku Selina, Miri ka mbaruar. Pra, kthehemi që na fillimi. Nëse ka një lojë ose një marrëdhënie në lojë Brikena me Mateon, është 100.000 herë më e bukur dhe më e pastër se sa marrëdhëniet që kanë këta dy që e luajnë me dy standarde. Në prime ka bab bi bab, në gjatë javës nuk e ka fare ashtu, se muhabetet që bëjnë tregojnë komplet interes tjetër. Gjestet për shembull të shkosh ta ruash te dera, të shkosh kur jetë duke folur Selina me dikë tjetër, ky të vjet ta ndërpresi. Domethënë gjatë ditëve të javës tregojnë një xhelozi të tmerrshme. Në prime kam çupën time. Janë standarde që kemi parë këto të tipit të lojës që po bën kyja. Ahuha.